Një nga zhgënjimet më të mëdha pas 2 viteve qeverisje nga Christian Mickoski është dështimi i plot për të ofruar një standard më të mirë jetese dhe një debakël në luftën kundër korrupsionit dhe reformat në gjyqësor. Megjithse kjo ishte një nga premtimet kryesore para zgjedhjeve. Kështu deklaron kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, nga kushton se Mickoski premtoi përgjegjësi, drejtësi dhe zhdukjen e korrupsionit në prokurimin publik, por që sipas tij realiteti tregon një pamje krejtësisht të ndryshme, krim dhe korrupsion përmes tenderove. Ai thot se në vend të institucioneve të pavarura dhe sundimit të ligjit, shteti po përballet me një partishmëri të fortë dhe abuzim të institucioneve. Kur ju lut qytetarëve për pushtet, kryeministri premtoi përgjegjësi, sqarimin e konflikteve të interesit, nepotizmin, premtoi drejtësi dhe reforma në gjyqësor, siç u tha në platformën 1198, zhdukja e korrupsionit në prokurimet publike dhe tenderat. Ekipi antikorrupsion ka zbuluar skandale që përfshin tendera me vlerë mbi 150 milion euro, të cilat janë zhdukur. E vërteta është se gjyqësori kontrollohet rreptësisht nga partia në vend të drejtësisë dhe reformave, thjesht ka abuzim të gjitha institucioneve të mundshme. Tutje ai shtoi se tenderat dhe interesat partijake janë bërë preokupimi kryesor i qeverisë. Filipçe vlerësoi se pas 2 vitesh qeverisje, në vend të drejtësisë, llogaridhënies dhe luftës kundër korrupsionit, qytetarët kanë marrë institucione nën kontroll partijak, skandale tenderash dhe premtime të pambajtura. Sipas Filipçes, rezultatet e arritura janë një zero e madhe në reforma, në standardin e jetesës, në paga, në masa për të rinjt, mbështetje për fermerët, për mësuesit, për mjekët, thjesht dhe zero për rrugën europiane.